çka mendon për pambarësimin e gruas sot? Po bëhet më shumë trend, apo me të vërtetë është pambarësu sa që po thonë që nuk kemi nevojë fare për asgjë tjetër në jetë? Qëre që tha, kjo, më fali, po zotës e me emna. Ardita, jam shumë e keqe e harroj emna shpejt. Edhe one po ta harroj. Kjo shumë... Staninë është shumë normale. Edhe që tha Ardita për një me o bo degenerim, edhe veç si dhezën kamera, thojnë, na jena luftojnë, na mujna me mreje tanat, po këtë jam fundi ditës pa një moshko nuk mundesh me kalu për qysh. Veç që se s'ki kush farë opcioni, normal që mënesh me zavencu moshkullin e krejt që se s'ki kush farë mënyre tjetër, femna bërët me bo shumë punë. Nese nuk t'ec fati. Femna është e furt. Nese nuk t'ec fati, edhe që ja femën pa një moshkull, që ja femën pa një moshkull, ka mu qunë 4, mu njësë më punën 5, mu këthy të shpia edhe me i kap miratu këtë zemë që ka du si obligim. Shtylla e shpis, sa do one jetoj vetë edhe më ndona këtë mi bo vetë, po pandimen e babit, ose të vlaft, ose të dosh rikëtem, nuk me me bo veç jam ri moshkull bëllë është. Qajo, shtylla e shpis, ose qaj moshkull edhe ori. Sepse, ndërsa kur po flasim për gruan kështu, për zgjedhjet e saj përket amësis, ka ndoshta dhe burra që, sepse ne ndoshta pak e marrim edhe normale, këtë gjanë që një grua dëshirën më bo përmes teknologjisë, po e shuaj kështu përfundimisht, nën, por mund të ketë edhe meshkuj që mundën me pas një logjik të njëjtë, pastaj ku po ecën bota. E njëjtë ardhin edhe për meshkujt, që nuk është e hishme, është jashta normalës, ki mundësi me pas një partner, me kriju familje me partnerën tone,